Unë kam dhënë të rreth 3 qerë dhe aty një orë me fustan veshur. Me një turp shumë të madh ndaj shitësve, se ishin dhe njerëz të tjerë shpërvonin dhe unë nuk dija ku të shkonja sa në një qoshe të provës duke dalë. Në fund të reagon, hap Renata e shikon. Futet dhe ajo në video, futet Vira, më vonë bashkëshorti. Ata ishin shumë të lumtura, e pëlqente fustanin, fillon dhe bënin plane se si do ishte luku im. Po gjithë familja kështu për fustanin tënd. Po gjithë familja dhe pa pytur se unë në pëlqenja dhe pa e marrë konfirmimin që do në ta merja fustanin u vendos që do ta merrin. Me një turp të madh. E mora fustanin. Pas e vazhduan të tjerat me radhë. Bashkëshorti im që unë pretendoja që të më pyeste se aty janë ndihesh mirë, po jo, vetëm të diskutonin punën e çmimit që sa vend të fustani dhe ato vendos që për punë çmimit të më ashtë jo në e pëlqenja unë dhe ato ja ta marrë.